Shfaqja Gërdia me tekst e nën regji të Astrid Kabashit vjen përtej një drame psikologjike, si ajo që aktorët e konsiderojnë rikthem i teatrit tek aktorët për publikun. Jo pak njerëz mund ta gjejnë veten aty. Në esencë të përmbajtjes është pesha e fajit e trauma e së kaluarës. Shenjat e saj përfundimisht shpërthejnë në dramën e Kabashit, i cili të hënën mbrëma ka debutuar si regjisor. Premiera e kësaj shfaqjeje është e para për si vjet e institucionit më të lartë teatror në vend. Në fakt, Gërdia është projekti i vitit të kaluar. Amfiteatri i Teatrit Kombëtar të Kosovës edhe një herë ka qenë i pamjaftueshëm për nga hapësira për të akomoduar gjithë publikun. Baba ka ardhur të dera të bre. E çuditshme marr baba këtë kohë. Shkoj. Fjalimi e aktorit Bujar Ahmeti si Leka ka shënuar skenën e parë të shfaqjes. Në ndritat e kaltra, krisma e armës është përfundimi i rrëfimit të tij. Edhe mas brazëm këty. Nëse nuk e kon shkollë. Menjëherë nisin të shpalosen kujtimet nga e kaluara. Mënyra se si krye personazhi Leka i manifeston ato e fut edhe publikun në gjendjen e tij të rënd psikologjike. Me raste e bën të qesh aty këto me ndonjë ngjyrem komik. Rrëfimi nis nga fëmijëria. Nana e Lekës kishte vdekur e babai i tij kishte mbetur krejtësisht vetëm. Tatin e mban mend ulur në koltuk pranë televizorit me telepilot në dorë. Tregon se si fillimisht i shkuan këmbët e pastaj edhe truri. Se është shpirt në trupin pa jetë e veç i ka mbetur të vdes. Ka 3 vjet që pret lajmin. Po të pyetën e për shtëpia, për çka po të shkruaj? Si ta bëj të çaj për dashuri. Përditshmëria e Lekës në jetën bashkëshortore me Bernën, që luhet nga Majlinda Kosumović, është kapitull tjetër, por gjithë kapitujt e rrëfimit të shfaqjes çojnë në një pikë të vetme. Edhe skenat me mjeken, që luhet nga Rebeka Qena, kanë temë qendrore gjendjen e rënduar emocionale. Nuk guxojsha me këtë kryt kanë zancë. Në fillim ata menun që po keshi, po ku ktheva kryt. Problemi që s'po më shkohet kërkon hiç. Aktori Bujar Ahmeti ka thënë se shfaqja tregon se si nga një individ i vuajnë pasojat të gjithë njerëzit, të cilët janë bërë pjesë e jetës. Çdo rol ndikon, sidomos to që janë ma thella, ma psikologjike, me mënyrën që njerëzit kanë jetuar në periudha të caktuara, ndoshta edhe sot, cilët fshehin gabime, fshehin të metat e tyne, nxjerrin privilegje në shoqëni, në familje dhe ma vonë i vujnë pasojat të gjithë, jo vetëm Leka, po edhe kryja e tij, edhe familja, edhe motrat, edhe kushdo që është përreth, edhe shkolla, edhe nxënësat e tij. Përgatitjet për shfaqjen kanë zgjatur 6 javë. Aktori Ahmeti ka thënë se dëshira e tij është që me këtë shfaqje në skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës të mos shfaqen më pamflete politike, por që teatri të bëhet skenë ku publiku e sheh veten. E sipas tij, shfaqja Gërdia, që në fillim ka qenë menduar t'i ngjajë jetës së njerëzve. Mesazhi jam ose dëshira jame për këtë shfaqje është që teatri duhet me u kthy aktorëve. Njerëzit vinë me pa vetën teatr, nuk vinë me pa pamflete politike, shfaqje cilat ndoshta i shijon veç një herë, mo nuk vjen, po shfaqje cilët vinë njerëzit me pa vazhdimisht edhe për 2-ën herë edhe 3-ën herë, sepse ka nevojë me marr vazhdimisht për shfaqjes diçka. Dur tash me laju punë. Pranë Lekës qëndron një grua më stoike emocionalisht, por edhe që nuk e kupton plotësisht atë. Aktoria Majlinda Kosumović ka theksuar se gjendja e tij shkon për herë duke u rënduar. Ka një herë janë do role që janë më të vogla, edhe nashta janë mbështetëse, suportuese për rolin kryesor, edhe ka një herë doket që nuk kish ka me jap diçka prej vetës, se du shton kohën me lujt për dikën tjetër, me suportu. Po u konë shumë kënaqësi me gjetë edhe në detaje, me gjetë diçka që me bo një fa raporti mes neve dyve, sepse ajo mandej shkatrohet ka fundi. Edhe
Menoj që ajo më ka nimu që ka pas skena në fillim që jemi konë shumë mirë, që tregon që këta nuk kanë pas nëjë problem për para dhe më ndih shkon tu e pas këtë problem, që nuk mund të më nalë vajnë, më ndih kjo tu e zbulu, prap ja falë, prap munohet, prap është aty për ta deri sa ndodh e fundit. Që është mirë që 3 vjetë? E di, po është tira paqën ti kujdestarja dhe më thotë që nuk është mirë. Dhe se di pse po të mirë ty, me të shqetësu ka. Sipas saj, i gjithë thelbi i veprës është shpalosur në skenë, nga se sipas saj, kjo ka ngjarë duke e pasur edhe regjisor autorin e kësaj vepre, Astrid Kabashin. Kur kemi fillu direkt në skenë, se për shkak që na kishim regjisorin edhe autor, ai e di sakt çka është u dash për secili personazh, kështu që na ka thënë pak a shumë çysh i ka pa kur i ka shkruajt, masi vetë i ka shkruajt, dhe mendoj që ajo kohën pak ma lehtë. Edhe se sa kur e bën një vepër dikujt tjetër, e nashta nuk është që ja nxjerr krejt komplet thelbin, por kur e ki autorin edhe regjisorin e njëjtë, mendoj që ajo ka qenë një përparësi për punën edhe për procesin, progresin që kemi pas, e direkt kemi dalë në skenë. E bashkë me babën u plakët e shpia. Preshë diçnana babën e majnë men t'ullën kultuk. Kjo shfaqje ngjan ato që shquhen për një pjesë të fuqishme të saj, e që kryesisht është një lloj monologu. Një i tillë është në dramën Gërdia të Astrid Kabashit. Performanca e tij me qëndrim statik në ndritat e lehta sjell bestytnit, zakonet e fjalët në formën urdhërore të familjes patriarkale shqiptare. Seria e gjatë e fjalimit, që kam parashtes fjalën mos, vjen plot mlef për të metat sociale. Nisi si një lloj zhargoni që në familje e deri tek ai i skenës politike. Kur jam koni vogël e pa ta marrë një kinç. Edhe pa ta gjujtë ngrop septike. Autori i veprës, Astrid Kabashi, ka thënë se ka vendosur që në këtë fragment të shfaqjes të fliten temat tabu. Sidomos në këtë shoqërinë tonë kogja patriarkale që është, zakonisht nuk folen shumë, unë e kom vendosur edhe me i fol ato, dhe pse mos me i fol, edhe pse mos me i trajtu, se po më duket që hala vazhdojmë me ato probleme që të na nuk po kam fund. Nuk e di! Dramaturgu e regjisori ka thënë se vepra është shkruar në rrethana të zymta për të gjithë, e dyfish të tilla për të. Ka thënë se ato rrethana kanë ndikuar edhe në historinë e veprës. Në atë vit më ka vdekë edhe nana jame, kështu që këtë dramë kom dash me ja dedikua asaj. Kanë qenë momente të rana, mas vdekjes nanës, pastaj erdhi Covidi, ndoshta ajo kanë ditë kogja terta, ndoshta dhoni hyna kogja pastaj kom përfundu dikon para 2023-ës, kemi apliku këtë konkursin e ministrisë dhe aty kom fitu venë me parë si drama ma e mirë. Edhe e ka marrë drejten me u punu në teatrin kombëtar. Kanë mujtë të pështu në ashta? A në ashta e të që? Jo. Ka shpjeguar se kjo shfaqje është dramë psikologjike që flet për një traumë të fshehur dhe që eksplodon papritur, pa kujtuar. Gërdia se fsheh traumën, e godet fuqishëm atë.